Pas 3 muaj hetimesh, policia e Tiranës ka finalizuar operacionin policor të koduar Members, duke goditur një grup kriminal të përfshirë në shitjen e armëve të zjarit. Si rezultati i operacionit, janë identifikuar 3 pjesëtar të grupit, nga të cilët 2 janë arrestuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Në pranga kanë rënë shtetasit BJ, 29 vjeç, dhe XH, 60 vjeç, të 2 banues në Kamës. Gjykata e Tiranës ka caktuar ndaj tyre masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë është shpallur në kërkim shtetasi SC, 29 vjeç, gjithashtu banues në Kamës. Gjatë operacionit janë sekuestruar 2 armë zjarri pistoleta dhe municion luftarak, të cilat dyshohet se do të shiteshin në Tiranë. Sipas policisë, nga hetimet rezulton se të dyshuarit ishin pjesë e një grupi kriminal që merrej me tregtimin e paligjshëm të armëve të zjarit. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.